E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak dinamikat që po ndodhin brenda në shtëpi. Ashtu si që fola për Rogertin, një video më herët, luftra, ofendimet dhe kërcënimet kundër drejt Mirit nga Mateo ka nisur ditën e sotme. Do të thënë Mateo sot është zgjuar zjarr. Siç duket të gjitha të mblefin, inatin dhe urrëtitjen që ka me Brikenën, Mateo e nxjerr tek Miri dhe tek Rogerti. Tani Mateo solli përsëri në pa një situatë duke ja përmendur Mirit gjatë gjithë kohës që ti këtu brenda ke luajtur me një vajzë, ti këtu brenda ke ul imazhin tënd, ti këtu brenda ke gjuajtur fytyrën tënde në tokë, ti këtu brenda je përdorur nga ajo goca dhe e ke ditur që përdoresh por të ka pëlqyer. Do të thënë situata me Selinën vazhdon të jetë akoma qendër e vëmendjes. Diskutimi tjetër ishte që Mateo fillon të nxjerrën edhe kontratat e produksionit, që do të thënë të gjithë banorët i kanë shkruar kontratat në të njëjtën kohë për të qenë pjesë e Big Brotherit, por produksioni ka vendosur që të hyjnë brenda asaj shtëpie në javë të ndryshme. Do të thënë kanë qenë të paraparë që më herët dhe këto që e kanë parë lojën prej jashtë, do të thënë strategjit i kanë krijuar dhe i kanë ndërtuar nga jashtë. Nuk kupton që dhe Rogerti ka qenë i përfshirë që në fillim në kontratë. Do të thënë sonte Mateo nxori një diçka që mua pak më futi në dyshim. Atëherë që i bie që produksioni i suporton këto banor, i rregullon jashtë këto banor për t'i futur brenda, për ta ngritur lojën dhe më në fund për ta nxjerrë fitues atë të parin që ka hyrë, që në kupton do t'jetë Miri fituesi i këtij edicionit. Mateo sot e shikoj që është pa filtra fare, do të thënë është fare pa pardon. Nuk dëgjon as urdhrat e vllaut të madh kur i thonë që Mateo kujdes mikrofonin, por mundohet që do të thënë t'ju aplasë në fytyrë gjërat këtyre të dyve sepse e shikoj që e kanë acaruar jashtëzakonisht shumë. Tani me Mirin, Miri u përfshi vetë në debat sepse Mateo nuk është se fliste me Mirin, por duke qenë pjesë e atij ambienti me Rogertin, patjetër që me Mirin do përfshihet në debat. Tashi të gjithë këto Mateon e akuzojnë për një marrëdhënie me Brikenën që është prishur. Por unë mendoj që Miri në këtë pikë të lojës ja ka pak frikën Mateos dhe mundohet që të ketë diskutime me të, sepse me këtë që të kesh diskutime, ai është do të thënë me atë ti del në prime dhe tensioni mes këtyre të dyve është një tension goxha i rritur. Tani Mateo i thot përsëri punën e gruas, që ti nuk e respektove gruan tënde, që ti nuk e nderove gruan tënde, që ti e gjuajte në to gruan tënde etj, do të thënë i qëndrove nga mbrapa Selinës. Miri përsëri vazhdon me të njëjtin ritëm duke u munduar që të arsyetohet. Dhe mendoj që të mos të thënurit në fytyrë nga ana e Mirit që çka ke ti që përmend gruan time, kush je ti në fakt që e përmend gruan time këtu, unë jam në lojën time dhe mund të bëj çfarë të dua derisa unë jam okay me familjen, e nxjerrën Mirin jashtëzakonisht keq dhe publiku krijon një moment të këtill për Mirin brenda në lojë. Dua të marr mendimin tuaj.